Nuk janë për e paqt, patjetër. Mazhoranca ka probleme me liderin e Partisë Demokratike, që është mjek me kolegën tuaj. Po ka dhe përjashtime, ne po flasim për mjekët në përgjithësi. Ne po flasim për mjekët në përgjithësi, çdo njeri që jep kontribute në këtë vend duhet jetë i vlerësuar pavarësisht profesionit që ka. Doktori ndoshta në të ardhmen do të jetë pjesë e politikës, do të jetë shumë mirë që të drejtojë një forcë politike me vizionin dhe me idetë që ka, por tashmë ne jemi në një rrugtim shumë të qartë dhe e dim shumë mirë që mosbindja, që ishte një alternativë, është një alternativë jo e pranueshme jo për Partinë Socialiste, por besoj që për pjesën më të madhe të shqiptarëve, të cilët na kanë mandatuar, nuk po fuz vetëm Partinë Socialiste, por na kanë mandatuar, po them gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, për ta çuar vendin përpara dhe që ne në brenda vitit 2030 të kemi Shqipërinë në turizmin evropian. Pse mendoni se dolën qytetarët në protestën e Në fillim, ja ta mbaroj mendimin tim edhe ta shpjegoj unë se po, ju e dini shumë mirë se si nisi protesta, kjo është dita e 37 dhe mbani mend shumë mirë si nisi protesta 3-4 ditët e para, si ishte pjesëmarrja, cilët ishin pjesëmarrësit në protestë dhe cilët janë sot. Pra diferenca është shumë e madhe. Aq më tepër që një mjek që të del ty sot aty të distancohet nga njerëzit e dhunës dhe nga njerëzit që kërkojnë me do e mos që të shkatrojnë, pra që mos të marrim atë çfarë është pozitive nga protesta, atë çfarë në fakt i duhet qeverisë, i duhet parlamentit, pa krijuar vështirësi për parlamentarët që të shkojnë të votojnë ligjet për të qenë pjesë e BE-s, pra pa ushtruar dhunë mbi parlamentarët, pa ushtruar dhunë mbi forcat e policisë, por të dëgjojmë zërin e tyre për çdo problematikë që kanë. Dhe kjo përveç pjesës pozitive nuk ka asnjë gjë negative. Bijem dakord të gjithë dhe ndërmë dhunën në vazhdim të protestuesit e paqes. Në fillim të intervistës suaj ju përmendët ndërkombëtarët. Do ishte shumë mirë që të jemi shumë të kujdesshëm kur përmendim ndërkombëtarët, sepse ne të paktën për kaq punë sa është bërë në gjithë këto vite, kemi një mbështetje maksimale, sidomos nga vendet të rëndësishme që janë antarët Bashkimit Evropian. Ne vetëm sot patëm një takim me kryetarin dhe me gjithë ekipin e komisionit të parlamentit të Asamblesë Parlamentare Franceze që drejton komisionin Si ja shpjegoni protestën? Si ja shpjegoni? Dhe ajo që kërkojnë ata pikërisht është një gjë që ta kuptoni ju se ku jemi ne dhe cila është më e mira për gjithë ne që jemi këtu, se e kuptoj që ne gjithë këtu jemi në një mendje. Po duhet të jemi në një mendje që në momentin që jemi, nuk kemi shanse që ne ta humbim këtë rrugëtim, sepse nëse ne e humbim, t'jeni sigurt që ka ndodhur një proces i tillë në 96-ën, dhe s'keni si ta harroni. Unë kam qenë atë vit, kam mbaruar studimet për mjekësi dhe kujtoj shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Dhe Shqipëria ishte shumë pranë vendeve të tjera që u antarësuan shumë shpejt para nesh në Bashkimin Evropian. E humbëm në atë tren. Dhe ju duhet kuptoni, dhe unë bëj një analogji që ka qenë edhe një tren në 2011 16 vite në politikë, kam të drejtën t'ju them ju, po mazhoranca e harron atë kam të drejtën t'ju them ju që në 16 vite në politikë kam arritur kuptoj që ka momente kur forcat të errta dhe mos e harro se do dali, gjithçka do dali. Mos kujtoj që nuk do të dëgjohen protestuesit një nga një për çdo hall dhe çdo problem. Dhe unë nuk kam marrë duke ju të them që ne kemi bërë gjitha. Kam marrë duke ju t'ju them që nëse ato forca që në një moment të caktuar, që unë kur e kam dëgjuar në fakt nga koleget e mia të mazhorancës që ishin shumë mirë të integruara në lidhje me ligjin për barazin gjinore. E dinin shumë mirë çfarë kishte ndodhur, se sa para ishin hedhur, vetëm që ai ligj, sa para ishin hedhur nga qarqet, nga lobet veçanta, që nuk donin kursesi që ai ligj të mund të mbizotronte në Ballkanin Perëndimor, sepse çfarë bën ai ligj? Barazon burrat me gratë. Dhe sot unë bëj një analogji shumë të qartë me këtë situatë dhe po ju them edhe një herë që nëse ne nuk jemi shumë të kujdesshëm në këtë moment, të gjithë, edhe opozita shqiptare, sepse ai djali në fundit doktori përfaqëson një zë opozitar, nuk dua ta përzi zërin e atij mjeku të nderuar me zëra ekstremistë që duan të keqen e këtij vendi. Kush janë këto zëra? Ja ju a them forcat e errta. Forcat e errta janë ato që shkatrojnë pronën e përbashkët, ato që qëllojnë me gur,
mbi forcat e policisë, mbi ruajtjen e rendit dhe ato që kërkojnë që me simbolin e vdekjes të përçajnë shqiptarët.